Klinika çon në gjykatë Eliona Pitarkën shpërndau informacione dezinformuese, dëm shpërblimi do të shkojë për jetimoren. Debati publik mes një klinike private në Tiranë dhe Eliona Pitarkës ka hyrë në një fazë të re, duke zhvendosur zyrtarisht në rrugë ligjore. Përplasja nisi pas reagimeve të klinikës Vera Virhov, e cila akuzoi Eliona Pitarkën se po shpërndante dieta për fëmijë në rrjetet sociale duke përdorur emrin e pediatrit e ditushe. Pas këtyre paralajmërimve, përplasja mes palëve vijoi edhe në Instagram me postime dhe kundër postime publike. Sot klinika e drejtuar nga Genta Dedej bëri të ditur përmes një deklarate zyrtare se ka depozituar padi ndaj blogeres. Sipas klinikës, padia përfshin akuza për shpifje, fyerje, dëmtim të imazhit dhe shkelje të ligjit. Ja dhe deklarata e klinikës. Klinika Vera Virhov ushtron aktivitetin e saj prej 20 vitesh duke ndërtuar reputacionin mbi profesionalizmin, etik mjekësore dhe respekt maksimal për shëndetin publik. Institucioni përfaqësohet nga mjek të nderuar si Dr. Edi Tushe, Dr. Gentian Stroni, Dr. Moza Keta, Dr. Elton Qeli, Dr. Gentian Caco, Dr. Meri Papajani, Dr. Fatbarda Gjani, si dhe shumë profesionistë të tjerë që janë krenari e këtij institucioni. Nga kjo klinik ka ndalë 10 infermier dhe laborant të specializuar sot aktiv me dinjitet në tregun e punës. Në lidhje me zonjën, Eliona Pitarka sqaroi publikisht, nuk ka asnjë autorizim të flas në emër të mjekëve tan, është trajtuar vetëm si paciente me korrektësi dhe respekt. Në vitin 2023 kam këshilluar personalisht të mos publikonte informacione dezinformuese mbi shëndetin e fëmijëve, temperaturat febrile, dietat pediatrike. Pavarësisht kësaj, ajo ka vijuar publikime që krijojnë konfuzion dhe dëmtojnë seriozitetin e profesionit ton. Si person publik dhe influencer, ajo ka përdorur para disa ditësh Instagramin e saj për të publikuar deklarata shpifse dhe të pavërteta ndaj meje dhe stafit të klinikës Vera Virhov, duke dëmtuar rënd imazhin profesional të institucionit. Janë konstatuar gjithashtu përdorimi materialeve filmike pa lejen ton dhe këshillimet si paciente në rrjetet e saj sociale që përbën shkeljen e pronës intelektuale të klinikës, mesazhe kërcënuese në telefonin tim personal të dokumentuara. Për këtë arsye, klinika Vera Virhov ka nisur procedurat ligjore për shpifje, fyerje, dëmtim imazhi dhe shkelje ligji. Ky proces bazohet në kodin penal dhe parashikon dëmtime që shkojnë deri në 3 vite burg, sipas rasteve konkrete. Deklaroi publikisht se çdo gjop apo dëm shpërblim që mund përfitohet nga ky proces do të shkojë në ndihmë të fëmijëve të jetimores së Tiranës, si një akt human dhe simbolik për dinjitetin njerëzor. Klinika Vera Virhov do të vazhdojë të ushtrojë aktivitetin e saj me korrektësi, profesionalizëm dhe transparencë në shërbim të pacientëve dhe të shoqërisë shqiptare.